Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1865, sekretari i shtetit William Seward deklaroi ratifikimin e amendamentit të 13 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara. Amendamenti i dha fund një kapitulli të hidhur në historinë e Amerikës, duke ndaluar skllavërinë në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë territoret e tjera të saj. 1898, Gaston de Chasteloup-Loubat vendos rekordin e parë të njohur zyrtarisht të shpejtësisë në tokë prej 65 km/h përmes një makine elektrike Jean Todt. 1916, gjatë luftës së parë botërore përfundon betejë e Verdunit. E konsideruar si një nga betejat më të mëdha dhe më të përgjakshme të këtij konflikti, ajo përfundoi me tërheqjen e plotë të forcave gjermane të komanduara nga Erich von Falkenhayn. 1932, ndërron jetë në moshën 82 vjeçare Eduard Bernstein. Bernstein ishte një teoricien dhe politikan social-demokrat gjerman. 1958, lançohet për herë të parë projekti SCORE, që përfshin satelitin e parë të komunikimit në botë. I nisur në bordin e një rakete Atlas më 18 dhjetor 1958, SCORE dha provën e dytë të një sistemi komunikimi në hapësirë. 1972, gjatë luftës së Vietnamit, presidenti Richard Nixon njofton se Shtetet e Bashkuara do të bombardojnë Vietnamin e Veriut në operacionin Linebacker 2. Ky operacion bombardimi u lançua në periudhën e Krishtlindjeve pasi bisedimet e paqes me Vietnamin e Veriut dështuan. 1981, gjendet i vrarë Mehmet Sheu, që ishte pjesë e brigadave ndërkombëtare në luftën e Spanjës, komandant i brigadës së parë sulmuese, ministri i brendshëm, i mbrojtjes dhe kryeministri i Republikës Popullore të Shqipërisë. 1981 zhvillohet fluturimi i parë i bombarduesit të rënd strategjik rus, Tu-160. Ky model konsiderohet si avioni më i madh luftarak në botë. 2006, zgjedhjet parlamentare u mbajtën për herë të parë në Emiratet e Bashkuara Arabe, në dhjetor 2006, për zgjedhur gjysmën e 40 anëtarëve të Këshillit Kombëtar Federal.